Enrico, alle Pagone. Ju falenderit, mirë mbrëma Suare, ju ftoj për një duart rrugitje të madhe për Ardianin dhe kandidatët tonë nga Suare, nga Ferranda jonë. Një ekip i jashtëzakonshëm. Është nder dhe kënaqësi e veçantë jemi sot këtu, është përgjegjësi morale para së gjithash për lidhjen demokratike të Kosovës, sepse Suareka nuk është një qytet që ka kërkuar privilegje asnjëherë prej nesh, por qytet që ka dhënë vazhdimisht për ne, për vendin, për Republikën e Kosovës. Është qytet që ka ndërtu jetën me punë të ndershme, me tokë të begat, me prodhim dhe me familje të forta. Është qytet që ka ditur që ndroj drejt edhe atëherë kur shteti ka munguar. Prandaj sot flas nga Ferranda Uk Bytyçit, është veç nder, është veç krenari për mua dhe secilin pjesëtar të lidhjes demokratike. Por ne besojmë Suarekën, besojmë qytetin e juaj në komunën tuaj, besojmë se keni potencial të jashtëzakonshëm, keni tokë pjellore, keni traditë fortë bujqësore e blegtorale, keni prodhim vendor, keni biznese të jashtëzakonshme të Ferrandës, keni mbi të gjitha rini punëtore, keni shpirt të organizimit, pra jeni qytet që e mbani vetën dhe ekonominë e Kosovës me plot ndershmëri. Është koha që shteti të vijë në Suarek me plot seriozitet e interes madhor. Sepse përkundër interesit madh që keni, përkundër potencialit madh që keni, Suareka është përballur me mungesë serioze të mbështetjes nga qeverisja qendrore tash e 5 vjet. Me politikat gabuara, me harres të plot dhe mbi të gjitha me mungesë serioze të vizionit avaxhat. Gjendja ekonomike sot është e rëndë për shumë familje, për shumë prej jush sonte këtu. Familjet tona po përballen me rritje të kostos së jetesës, ndërsa të ardhurat nuk po rriten e nuk po ndjekin këtë rritje asnjëherë. Çmimet janë rritur, shpenzimet janë shtuar, ndërsa paga dhe mbështetja shtetërore kanë mbetur mbrapa tash e 5 vite. Në Suarekën tonë, ku shumica e familjeve jetojnë nga puna, nga bujqësia, nga bizneset e forta dhe nga përpjekja përditshme, kjo peshë ndihet vazhdimisht. Bujqet, blegtorët po përballen me pasiguri të vazhdueshme, çmime të paqëndrueshme, mungesë të tregut të sigurt, subvencione të vonuara ose të pamjaftueshme, mungesë të infrastrukturës dhe mungesë të strategjie kombëtare për prodhim vendor. Suareka ka qenë gjithmonë dhe mund të jetë sërish një nga shtyllat kryesore të zhvillimit vendit tonë. Por pa politikë serioze, ky potencial do të jetë i mangët e i prapët. Dhe kjo është padrejtësi për njerëzit që punojnë, për njerëzit që jetojnë këtu dhe njerëzit që dojnë të ardhmen ta bëjnë këtu mes jush. Bizneset tuaja, të vogla, të mesme, pa asnjë dallim, po përballen me pasiguri ligjore dhe ekonomike. Afaresët e ndershëm po përballen me mungesë të mbështetjes së shtetit, sepse shteti ishte si kundërshtar të vendit, jo si partner që duhet ta zhvillojnë vendin. E djatha e kupton biznesin, e djatha duhet të qëndroj biznesit, LDK-si e djathtë duhet të qëndroj afaresëve, ndërmarrësve tonë në Suarek e në Kosovë gjithandej. Për këtë duhet zotohemi gjithë bashkarisht. Edhe të moshuarit tonë po jetojnë me pensione të pamjaftueshme. Njerëzit që kanë punuar gjithë jetën sot mezi përballojnë shpenzimet bazike. Nuk ka turp më të madh se sa pensioni bazë të shihet e trajtohet si lëmosh. Pensioni është dignitet,
dhe ky dinitet nuk guxon të cenohet nga gjenerata tashme për ata që na kanë dhënë gjithçka. Por për ta kuptuar pse gjendja sot është e tillë, duhet ta themi hapur, qartë, se viti i fundit ka qenë vit i mbrapshtisë institucionale, ndërsa 5 vitet e fundit kanë qenë vitet humbura të vendit tonë dhe të Kosovës. Sepse institucionet në një anë janë paralizuar, vendimarrja politike nuk ekziston fare, konfliktet politike janë tema ditore, e shkeljet kushtetuese na prodhojnë vazhdimisht pasiguri për shtetin tonë. Dhe më besoni, siç e dini, kur shteti bllokohet, qytetet si Suareka mbeten pa investime, pa projekte, besin pa përkraje. 5 vite të qeverisjes populliste, pa asnjë pengesë, me plot 12 miliardë euro buxhet, nuk kanë sjell asnjë zhvillim as për Suarekën, as për një qytet të Republikës Kosovës. Nuk kanë sjellur asgjë përveç zhurmës së madhe, propagandës së thellë, ndarjes e përçarjes kombëtare. Premtime të mëdha sa të duash, propagandë sa duash në vend punës, qytetet të lëna në harres, e investimet e mëdha kapitale në mos ekzistencë. Kjo nuk është qeverisje, ky është shtet, kjo është humbje kohe, prandaj të dashur qytetar Suarekës, edhe një herë, siç e don historia, siç e kërkon koha, është koha të bëhemi bashkë prapa 3 shkronjave lidhjes demokratike të Kosovës dhe ndërprerjem një herë mirë këtë qafje që po na qëndron parasysh. LDK nuk është dhe s'ka qenë asnjëherë parti e improvizimit, ka qenë gjithmonë parti e shtetit. Ka kuadro, ka profesionist, ka përvojë dhe ka njerëz që dinë të udhëheqin e qeverisin me plot dinitet. Në qendër programit tonë politik është pasuria më e madhe kombëtare që kemi sot si popull, është familja kosovare. Sepse familja, siç e dini ju Suarek, ka qenë gjithmonë shtylla e jetës tonë shoqërore dhe ekonomike. Familje që kanë punuar tokën, që kanë rritur fëmijë me mund, që kanë ruajtur dinitetin dhe në kohë shumë të vështira. Por sot kjo familje është në presion të madh ekonomik. Prindërit tonë, prindërit e Kosovës, po luftojnë për ta mbajtur familjen këtu në Kosovë. Të rinjt po shtyjnë krijimin e familjes ose po largohen me të gjithë. Dhe kur familja dobësohet në një vend, dobësohet dhe shteti dhe armja e këtij shtetit. Prandaj LDK-ja ka vendosur të investojë në pasurinë më të madhe kombëtare që populli ka në familjen kosovare dhe për këtë do të themelojmë Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenies për herë të parë në historitë të Kosovës. Është zotim publik i LDK-s, si parti e qendrës së djathtë, si domosdoshmëri për të dalë në krah familjes sonë. Jo simbolikisht, por seriozisht. Dhe për këtë arsye zotohemi këtu para jush se për çdo të posalindur kudo në Kosovë, për çdo fëmijë që lind në Kosovë, shteti i Kosovës do ndaj 200 euro në muaj për 12 muaj, pra 2400 euro që në vitin e parë, ndihmë financiare për çdo fëmijë që lind në Kosovë dhe çdo familje që ka fëmijë në Republikën e Kosovës. Do t'i japim e ndajmë vitin e parë nga 50 euro në muaj për çdo fëmijë nga mosha 1 deri në 16 vjeç, secilin fëmijë në Kosovë, çdo muaj nga 50 euro, dhe kjo mbështetje reale është për prindërit, është mesazh se shteti është aleat e partner i familjes, jo barë për të. Është investim në jetë, në stabilitet dhe në të ardhmen e popullit tonë, fëmijët tonë, në të ardhmen e Suarekës. Natyrisht do të investojmë shumë në arsim. Në arsim, në edukim të brezave të ri. Do të ndërtojmë 80 qerdhe të gjithë ndaj Kosovës në mënyrë që fëmijët tonë nga mosha 3 vjeçare të nisin përballjen me sistemin arsimor në vend. Nga 80 qerdhe që do të ndërtojmë në Kosovë dhe në Suarekën tuaj, Therandën tuaj, do të ndërtojmë disa sosh në mënyrë dhe fëmijët tuaj të Suarekës të shkojnë në qerdhe të sigurta, shtetërore, të fuqishme, të forta të Republikës Kosovës. Përveç kësaj, më lejoni t'ju njoftoj se në LDK kemi plan dhe ide dhe madje zbatueshmëri një prej reformave më substanciale që e gjen sot dikush në Kosovë. Fjalën e kam për mësimin të ditor. Atë që dëgjoni vazhdimisht në çdo paraqitje të secilës parti, në çdo qytet, ka arrit ta bëj vetëm një parti politike në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe sigurisht në Prishtinë
sikur se në Prishtinë, ashtu dhe këtu në Suarek, me gjithë potencialin, ja ku kam këtu dhe kryetarin e Prishtinës, me gjithë potencialin e Prishtinës, do ta sjellin mësimin tërditor. Dhe në Suarek, që fëmijët e Suarekës, fëmijët e Ferrandës, të kenë mësim tërditor, ushqim të ngrohtë, shujta të ngrohta, aktivitete edukative, gjatë gjithë ditës 8 orë në shkollë, si secili fëmijë tjetër kudo në Evropë. Ky është mesazhi ynë, ky është premtimi ynë, ky është zotimi ynë për Suarekën tuaj. Natyrisht, kur investojmë në fëmijë, duhet të investojmë dhe të ata që edukojnë fëmijë. Dhe për këtë arsye kemi vendosur të rrisim pagat në sektorin publik. Koeficienti 150 nuk është ndimes, është mesazh i qëndrueshëm i një administrate të fortë të shtetit Kosovës. Dhe për këtë arsye, më lejoni të shpalli para jush se pagat e mësuesve në Republikën e Kosovës në fillim me qeverinë tonë në muajt e parë do të bëhen 1.000 euro për mësuesit e Kosovës. 1.000 euro për mësuesit e Kosovës. Një shift që është i punësuar në arsim, do të ketë 2.000 euro në muaj pagë për të pas jetë të dinjiteshme në Republikën e Kosovës dhe kështu mësuesit tonë, nga një simbol i qëndresës së viteve në 10-ta, le t'i kthejmë në simbol të forcës së arme të Kosovës. Jo vetëm mësuesit, sot ju flasim dhe infermierëve, cilë do të kenë pagë 975 euro bazë, u flasim gjithë policëve të Kosovës, gjithë ushtarëve të ushtrisë të Kosovës, gjithë zjarfikësve të Kosovës, pagat e tyre bazë do t'jenë plot 900 euro në qeverinë ashme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të kemi rritje proporcionale të pagave për të gjithë në sektorin publik. Por jo vetëm kaq, ne duhet kujdesemi dhe për pensionistët tonë, për më të moshuarit tonë, për ata që na kanë lënë këtë vend, këtë shtet amanet, na kanë mësuar gjuhë, traditë, besim, kulturë, sjellje, pra na kanë dhënë gjithçka, shteti është në kohë të jap diçka. Dhe në këtë diçka nuk japim shumë, por mjaftueshëm sa për trajtuar me dinjitet pensionin e juaj. Prandaj ju zotuam nga Suareka që pensionistët jo kontributdhënës do të përfitojnë rritjen 100%, nga 150 euro në 300 euro pension për pensionistët e Republikës Kosovës. Nuk kam se si mos flas dhe për një kategori shumë të veçantë që e kam për zemër, e që është rinia e Kosovës. Njerëzit më punëtor, më dishëm, që e presin të ardhmen në Kosovë. Do t'jemi me ju në çdo hap, do t'jemi me ju në çdo kohë, do t'jemi me ju kur t'aftësoheni e punësoheni në gjithë kohën. Kontrata e rinisë me shtetin po bëhet gati, LDK-ja do të ketë kontratë të qartë me rininë e Kosovës. Dhe atë në 2 shtylla themelore. E para, nuk do të ketë më të diplomuar Republikën e Kosovës që nuk merr punë të garantuar nga qeveria e Kosovës. Programi kombëtar i punës 500 euro pak për 6 dhe në 12 muaj është zotimi yni për rinin e Kosovës. Dhe e dyta, sepse s'ka kuptim një i ri të shkojnë në shkollë, përfundoj shkollë, të diplomoj dhe në fund të mbesë rrugëve pa shpresë, ky shtet zguxoj të dështoj kështu, ky shtet duhet i garantoj punën e parë secilit ri që diplomon në Republikën e Kosovës, për këtë LDK-ja qëndron me plot krenari. Dhe natyrisht, për 3 tjerë nga mosha 16 vjeçare tutje, do të kemi plot 40.000 trajnime falë për juve. Nga sektorit teknologjisë informative, deri tek zanate tjera, në mënyrë që pagat e juaja të jenë të sigurta, por mbi gjitha të merrni paga të dinjiteshme që të nisni familje sa më shpejt në shtetin tuaj, familjet tuaja, në rrethin tuaj, në qytetet tuaja. Ky projekt kombëtar i trajnimit të rinisë është interes strategjik i Kosovës dhe vetëm kështu, duke investuar në rini, duke qëndruar me rinin, e krijojmë të ardhmen që domosdoshmërisht kemi nevojë si shtet. Para jush nuk vi si një politikan i rastit, nuk vi për fotografi, nuk vi me premtime boshe, vi si njeri për jush, vi si njeri i Suarekës, si njeri që nje halët, padrejtësit dhe potencialit e kësaj komune. Dhe po e them qartë, Suareka meriton më shumë, meriton përfaqësim serioz, meriton dinjitet, meriton ndershmëri në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Këto zgjedhje nuk janë zgjedhje të zakonshme. Janë zgjedhje mes seriozitetit dhe improvizimit, mes shtetit dhe kaosit, mes përgjegjësisë dhe arrogancës. Janë zgjedhje për të rikthyer besimin në politikë, janë zgjedhje për ta kthyer shtetin në shërbim të qytetarit e jo qytetarin në viktimë të pushtetit. Sot kërkohet maturi, kërkohet vizion, kërkohet përgjegjësi. Dhe vetë LDK-ja ka dëshmuar se ditë të qeverisë pa zhurmë, pa arrogancë dhe pa avantura politike që izolojnë Kosovën. Të nderuar, unë nuk jam këtu të premtoj atë që nuk mund ta bëj. Jam këtu të flas për atë që e kam bërë. Sa herë që më keni besuar votën tuaj e kam trajtuar si amanet, jo si privilegj, jo si pronë personale. Në soare kam folur gjithmonë me përgjegjësi, kam folur kundër keqpërdorimeve, kam folur kundër dëmtimit të interesit publik. Dhe sot, institucionet e drejtësisë po vërtetojnë atë që ne kemi bërë dhe kemi thënë që shumë vite. E vërteta nuk shihet, drejtësia mund të vojnojë, por ajo nuk mungon. Ne kemi qenë dhe mbetemi në anën e qytetarit. Të nderuar qytetarë, LDK-ja është parti shtetformuese, parti e ndërtuar mbi filozofinë e presidentit historik Ibrahim Rugova, filozofi